Ndodhem në ish stacionin e trenit në Vor, aty ku sot dëgjohet vetëm zhurma e qytetit dhe makinave, ndërsa dekada më parë dëgjohej një tjetër tingull, tingulli i trenit si një arterie që lidhte Tiranën dhe të gjitha qytetet e tjera, Tiranën me Durrësin, Elbasanin me Pogradecin apo Shkodrën me Milotin. Më në fund ka hyrë në garë projekti për rikthimin e trenit që do të lidhi Tiranën me gjithë Shqipërinë, i cili do të kushtoj 15.7 milion euro. Dikur në këtë stacion kishte lëvizje gjatë gjithë ditës. Njerëz që prisnin trenin, zhurmë lokomotivash dhe udhëtar që lëviznin nga një qytet në tjetrin. Sot panorama ka ndryshuar tërësisht, shinat janë të ndryshkura, ndërtesat janë të amortizuara dhe transporti hekurudhor pothuajse jashtë funksionit. Pas dekadash heshtje në shina, projekti për rikthimin e trenit drejt kryeqytetit ka hyrë zyrtarisht në garë. Projekti i hekurudhës Tiranë-Durrës-Rinas përfshin një linjë prej rreth 38 kilometrash me një investim total që kap vlerën rreth 120 milion euro ose afërsisht 12 miliard lek, ku vetëm zgjerimet urbane në Tiranë arrin rreth 1.5 miliard lek ose 15.7 milion euro. Dhe financimet të tjera nga Bersh apo nga Bashkimi Evropian që përfshin hua rreth 11.7 milion euro dhe grante 10 milionëshe për rehabilitimin dhe elektrifikimin e plot të linjës. Projekti parashikon edhe ndërtimin në segmenti drejt aeroportit Nën Tereza, stacione të reja dhe modernizim të sinjalistikës, ndërsa afati i përfundimit është shtyrë disa herë dhe aktualisht parashikohet që linja të vihet në funksion rreth viteve 2026-2027 me synim një sistem transporti që të shkurtojë ndjeshëm kohën e udhëtimit mes Tiranës dhe Durrësit në rreth 20 deri 25 minuta. Stacioni më i mirë për ne në Libertis, sepse kena afër. Hypim këtu, mbi klimatën e bëjmë sa të kalojnë të njerëzit. Themi që do ta bëjmë patjetër. Sepse po njerëzit ka të hyjnë, ka të kalojnë. Në pasojë Tiranë, Durrës dhe Shkoj. Pastaj tjerët vjen si shkapa e punë. Ajo që na është thonë, trenat do të kenë në lëvizje të 120 km/h, është një shpejtësi cilën e përballojnë edhe trenat me modele më të thjeshta, që ne kemi parë që në vendet më të zhvilluara për në vendet e Azisë që një tren lëviz deri në 350 apo 400 km. Ne jemi shumë larg asaj, për distancën që ka aktualisht treni, për gjatësinë që ka 37 km, 34 diçka tillë, është shumë mirë me këtë shpejtësi që ka, që në Durrës, nga Tirana në Durrës shkon për një kohë afërsisht 22 minuta. Është një kohë më e shkurt, jep mundësi qytetarëve që të parashikojnë fiks lëvizshmërinë, nuk ka avari gjatë rrugës, po themi që të ketë trafik apo nuk e parashikon dot kohën, na lehtëson punën për të udhëtuar nga Durrësi drejt Tiranës apo drejt aeroportit, që ti e di shumë mirë që treni niset në 12 ose në 12:22 është në destinacionin final, e parashikon kohën. Ne shpresojmë shumë qytetet me kosto ekonomike të përballueshme për qytetarët, që të jetë edhe i përdorshëm edhe funksionat si duhet. Pas viteve 90, gjithçka filloi të ndryshonte. Rrugëve po u jepej prioritet absolut dhe makinat private po shtoheshin. Kjo bëri që stacionet e trenit të rënoheshin dhe lokomotivat të amortizoheshin, duke bërë që treni të mos kishte më funksionin që kishte dikur. Në vend që vendi të ecte përpara dhe të modernizohej, ishim duke bërë hapa mbrapa në këtë aspekt. Ne mund të jemi në fakt vendi i vetëm në Europë që nuk kemi të zhvilluar sistemin hekurudhor, dhe për fëmijët dhe për adoleshentët treni ngjelet vetëm një histori e treguar nga prindrit, pasi në Shqipëri që dekadash më parë nuk është dëgjuar dhe nuk kanë funksionuar më treni. Pas viteve 90, ndërsa vëmendja dhe investimet janë përqendruar gjithnjë e më shumë tek infrastruktura rrugore dhe transporti me automjete, hekurudha shqiptare nisi të humbiste gradualisht rolin e saj si një nga mënyrat kryesore të lëvizjes mes qyteteve. Me kalimin e viteve, linjat u amortizuan, shërbimi u dobësua dhe shumë stacione u boshatisën, duke e bërë udhëtimin me tren gjithnjë e më të rrallë, deri në pothuajse zhdukje në disa zona. Që nga fillimi i viteve 2000 e deri më sot, hekurudha Tiranë-Durrës është rikthyer disa herë në qendër të premtimeve dhe projekteve për modernizim. Fillimisht si ide për përmirësimin e linjës ekzistuese, e më pas si plan për lidhjen me aeroportin e Rinasit dhe më vonë si pjesë e projekteve të mëdha
të financuara nga institucionet ndërkombëtare. Megjithatë, pavarësisht marrëveshjeve, deklaratave dhe nisjes së punimeve në faza të ndryshme nga 2018 e në vijim, afatet janë shtyrë disa herë dhe ndryshimet në terren kanë mbetur të kufizuara, duke e kthyer këtë projekt në një histori të gjatë pritjesh dhe premtimesh të përsëritura. Mungesa e trenit nuk është vetëm nostalgji, por sjell shumë probleme të tjera, siç është ndotja, trafiku, aksidentet rrugore, kostot ekonomike apo shumë qytetarë të cilët nuk kanë makinë detyrohen të izolohen. Janë premtuar ndër vite projekte të shumta për trenin, rikthime të trenit, projekte 3D, linja me aeroportin e shumë premtime të tjera, të cilat deri më tani nuk janë mbajtur. Qytetarët shprehen të emocionuar për rikthimin e trenit, por shumë të tjerë shprehen se nuk kanë më asnjë besim se treni do të rikthehet, pasi është diçka të cilën ata e kanë dëgjuar për vite me radhë pa pasur ndonjë përfitim konkret. Treni mendojnë që ruhet gjitha standardet dhe se për që në tren me nivelet më të larta dhe në viteve të fundit të prodhimit, sepse është një linjë e re, rrjedhimisht të kërkon edhe një tren me gjitha parametrat si estetik, por edhe po themi edhe nga ana komoditetet që ai do të ofrojë. Mungesa e një transporti hekurudhor funksional sot nuk shihet më vetëm si një problem infrastrukture, por si një çështje që prek drejt për drejt jetën e përditshme të qytetarëve. Dobësimi i këtij sistemi ka sjell rritje të trafikut në rrugë, ndotje më të lartë të mjedisit dhe një varësi gjithnjë më të madhe nga makinat private. Ndërkohë, në shumë vende europiane, treni po rikthehet si një nga format më efikase dhe më ekonomike të transportit publik, si edhe për lëvizjen e përditshme, ashtu edhe për zhvillimin e qëndrueshëm. Në Shqipëri, pavarësisht projekteve dhe premtimeve të përsëritura për modernizimin e linjave hekurudhore, ndryshimet në terren mbeten të kufizuara dhe të ngadalta. Për qytetarët, realiteti mbetet thuajse i pandryshuar, stacione të boshatisura dhe një sistem hekurudhor që ende nuk ka rifituar funksionalitetin e tij të plot. Shikojmë të bëhet për Ka premtuar disa herë. Po premtimet janë një dimë që bëjnë këto, po janë mashtrime, si janë premtime. Po ajo ishte, nuk është se ajo ishte shumë mirë. Po e bën se duan biznes, se duan hajnë dhe popullet ngordhe. Çfarë do sjelli për qytetarët hekurudhor, çfarë do ndryshoj? Drejtësinë, po ka që nuk udhtojnë dot makinë, se i zën makinë me gjatë, unë ka motor lushe, ka 70 skar dot se e zë makinë më shkon në spital herë dhe shkon në spital. Në një cep të vjetër, ende ndodhen shinat e vjetra apo trenat dhe lokomotivat e amortizuara, të cilat, siç e shikoni edhe nga pamjet, qëndrojnë këtu të ndryshkura, të heshtura dhe që priten që të rikthehen sa më shpejt në jetë, sepse gjithë kjo nuk është vetëm mungesa e një sistemi hekurudhor, është akoma më shumë, është mungesa e një kujtese kolektive apo mungesa e ndërlidhjes së njerëzve apo të qyteteve sipas gjithë Europës dhe sipas kushteve moderne në të gjithë botën. Me shumë premtimeve, shpresohet që kësaj radhe të jetë hera e fundit që punohet për hekurudhën dhe sa më shpejt të kemi një sistem hekurudhor që në të gjithë botën. Edhe pse projektet për rikonstruksionin e hekurudhës janë premtuar prej vitesh, realiteti në terren mbetet pothuajse i pandryshuar. Nëse hekurudha e Tiranë-Durrës do të përfundojë dhe do të vihet në funksion të plot, ndryshimi do të ndihet drejt për drejt në jetën e përditshme të qytetarëve. Udhëtimi do të bëhet më i shpejtë dhe më i lirë. Trafiku në aksin më të ngarkuar të vendit do të lehtësohet, ndotja do të ulet dhe lidhja mes dy qyteteve kryesore do të fitojë një ritëm krejt tjetër. Për te infrastrukturës do të ishte edhe rikthimi një mënyre transporti që për dekada ka lidhur njerëzit, punën dhe jetën e tyre të përditshme, duke e kthyer hekurudhën sërish në një alternativë reale dhe moderne për lëvizje në vend. Edhe pse pa një afat ende zyrtar, qytetarët presin të emocionuar për rikthimin e kësaj hekurudhe, edhe pse skeptik. Kam qenë me punë edhe, kemi punuar në helikoptere dhe kështu, edhe kemi punuar shumë, kështu që e i dim si janë. Dim, atëherë bëhet puna. Po të bëhen lagje, që do. Ose pa mojtë në gjithdo, punë që të bëhet ka të mirë për qytetarë. Gjithdo punë që bëhet. Trafiki me dhirë, ma problem për makina, ma kushim natë, ka shumë, ka dhëgjene. Shka kanë njësë, dhe që ta shka kanë bojnë. Po kaloj një shteme, nuk jam me ta. Po,
Shkenca Gjermane në vitin 2000 ka se duhet del të himit.